Përshëndetje gjithë, mirë se keni ardhur në 25 jemi pra këtë të mërkurtën përsëri para jush, ku ju këtë javë kemi përzgjedhur pak të flasim për këto zgjedhje që kalojnë në Shqipëri. Për ata derisa dalim flasim agje, para se të kalojmë tek zgjedhjet, mos harroni ta bëni subscribe kanalin tonë 25, ndërsa për videon like, nëse ju pëlqen në fund të videos do ta bëni like, pra e shikoni emision deri në fund, dhe në fund po ju pëlqeu ky emision, ju vazhdoni e bëni like. Po si ju pëlqeu ndoshta edhe dislike, ajo është drejtë juaja. Çfarë flasim për këtë zgjedhje? Deri në këtë moment kemi disa numra, pra paraparsisht kemi pasën e Edi Ramës, ku sillet mes 82-83 numrave, PD-n mes 50 dhe 52-ve, pra PD-ja e Sali Berishës, kemi partinë e Tondoshit PSD-n me 3 mandate, Partia Mundësia Granshet 2 mandate, Adriatik Llapaj 1 mandat, dhe Arlind Qori, pra me Lëvizjen Bashkë 1 mandat. Deri tani këto janë numrat, diku po lëvizin, por deri në fund nuk e dim se çka do ndodhe, por presim të shohim, sepse ka disa numra dhe disa vota të panumëruara nga votat e diasporës. Në ato pritet ndoshta të ketë ndryshim një mandat dikon. Nuk po di edhe nga çfarë filloj me këto zgjedhje, se e kemi pak edhe e vështirë, se numrat shumë dallojnë, numrat shumë dallojnë nga i pari me të dytin. Dhe nuk po mund ta shpreh me atë fjalën që e dua unë, po pak me zbut, pak si fjalë. Kjo, nëse fillon me një titull, në të ishte penetrimi i Ramës ndaj opozitës. Pra Rama, me këto zgjedhje dhe PS-ja, pa Rama si kryeministër e ka penetruar opozitën. Më falni për shprehjen, po kjo diçka që në farforme edhe ka ndodhur. Janë shumë numër i madh. Rama me këto vetëm se nuk ka mbetur tash pa vetëm mbret, ose nuk dihet se ku, se çka do të bën, sepse janë numra shumë, dhe nuk dihet se do të qeverisë, dhe kjo opozita si do ta pengoj qeverisjen e tij, vendimet. Por numrat ndonjëherë edhe janë shumë të rëndësishëm, por më të rëndësishëm janë vendimet që i merr me ato numra, se edhe me 71 deputet ose 72, por mund të marrësh ndoshta vendime edhe shumë më të mira se nga ajo që i ka sot 83. Po, atëherë do të shohim se çfarë do të sjellë në vazhdim, por si fitore shumë e madhe, dhe për opozitën duhet të ketë një përshtatje për të zgjedhje, dhe pak një reflektim mbi veten se si do dalin zgjedhjet e ardhshme. Me këta kështu siç janë, nëse vazhdojnë njëjtë, sepse është e pamundur me të njëjtët gabimet kërkosh rezultate ndryshme. Te ku isha tek kjo që nuk mund ta them, ndoshta që ndryshojnë pak, ishte edhe te kjo Gomari, po ma mirë na thonë Magari, se që i bartën votat në disa fshatra të Kukësit. Kjo ishte ndoshta ajo mëzhgënjisja që do të shohësh në Shqipëri, ku dëshirojmë ta shohim Shqipërinë më zhvilluar dhe më mirë. Ti bartësh votat me Gomar, është diçka shumë e vështirë ta pranojmë që jemi duke jetuar në këtë shekull, dhe është shumë e vështirë se si arrihet të u kërkohet vota atyre njerëzve në ato fshatra ku nuk kanë rrugë as me makinë të arrijnë. Po ata kanë votuar, dhe është drejtë e secilit vota, po s'paku kushtet minimale për jetesë. Ti ta kenë një rrugë ku mund të arrihet edhe me makinë. Po ki Gomarin kujton edhe ndoshta edhe atë Gomarin e Sancho Panchos, Daploja,
Ndoshta ishte gomarja ati sepse te Sancho Panza do dalim te Sancho Panza dhe pronari, shefi i tij do dalim ndoshta pak më vonë te Don Quixoti. Nërsa për Roma mund të themi pra me këtë penetrim që i ka bon opozitës dhe si dashur për popullin atë formën e vetë, pra është një Don Juan në politikën shqiptare. Tani pak po kthehemi tek si kryesori i këtij zgjedhje, edhe pse në formën e vet ajo është fitues, sepse si brenda partisë i ka pastruar ato qarqet kundër që i kishte, tani i ka thuaj se disa njerëzit e tij më të afërt në pozita si për deputet dhe të tjera. Është ky KPDI-u plak që nuk po do të largohet asesi me gjitha mundësitë e veta, duke shfrytzuar gjithçka, duke shfrytzuar edhe partinë për interesat personale, Sali Berisha nuk do të largohet. Arsyet sepse do të rrëzoj, po nuk rrëzohet nga diçka, nga dikush që edhe ja ka mundësu dhe e ka bë, Edi Rama në vije deri aty. Ki KPDI-u plak nuk po e kupton që është plakur. Dhe çdo herë mund të ketë me atë fuqinë e vet dhe populli nuk të pranon çdo herë siç don ti. Sepse populli çdo herë duke kërkuar ndryshim, po nuk po sjell ndryshim me njerëzit të cilët janë 35 vjet të njerëz në skenë politike. Në një periudhë pra 35 vjeçare, nuk ka ndryshuar skena politike për personazhet kryesorë të asaj skene. Dhe ti thua unë do të sjell ndryshim, kjo edhe për popullin nuk është shumë e besueshme, pa ndryshuar figurat në atë skenë politike. Edhe kështu pra duhet pak një reflektim brenda vetes, ndoshta edhe duhet ta kupton se ka kohë të shkonte në shtëpi, duhet një eskavator për ta prish aty gjithën, duhet ta pastron. Atë parti kështu mirë, po duhet të filluar nga vetja, pra duhet dal para pasqyrës. Dhe ta shoh se ndoshta gabimi nuk është vetëm tek tjerët, por është fillon nga ai që e shen pasqyrë. E pastaj edhe tjerët dhe gjithçka mund ndryshon ku 4 vite kalojnë, ndoshta edhe shpejt, por me këtë mendësi, pra ku me 16 do dalim protestë, nuk i njohim zgjedhjet, me këtë mendësi vetëm sa do të rritet më shumë dhe ndoshta këto edhe nuk janë zgjedhjet e fundit, por po vazhdojnë kështu, zgjedhjet e vitit 2029 do të jenë zgjedhjet e fundit në Shqipëri, sepse pastyra nuk do të ketë më kuptim edhe me këto ndoshta nuk ka kuptim, por do të shohim se si do të rrjedhin ngjarjet, por nëse vazhdon kështu, me zgjedhjet e 2029 përfundon më kjo që të mbahen zgjedhje, sepse nuk ka më kuptim, por do të shohim deri atëherë, ndoshta ka kohë, sepse jeta nuk është ndonjëherë edhe aq e gjatë që për të gjithë në 2029. Për këto partit e vogla ndoshta është edhe sukses, sepse duke i njohur se zgjedhjet, duke i njohur ndarjen, qarqet, zonat, si është ndarë pra në ato zona, është vështirë të marrësh deputet, ndoshta nuk arrin ndonjëherë për 100 vota ose ndoshta edhe më pak të mos marrësh deputet. Hyrja e tyre në kuvendin e Shqipërisë është sukses, dhe tani me këtë sukses që e kanë arritur, ndoshta një sukses i vogël, po pritet shihet se si do të punojnë në parlament dhe pas tyre do të kenë edhe në zgjedhjet komunale, për zgjedhjet për bashki, ku me aktivitetet që kanë nëse arrin ta mbajnë këto vota, do të ketë ndoshta edhe një sukses në kuvendin komunal, se për kuvendin e bashkisë, se bashkitë marrin nuk munden ndoshta, po le të shpresojnë edhe ato le të punojnë edhe nuk është e pamundur, gjithçka mund të arrihet me punë, me aktivitet. Para fuqja e tyre në kuvend është sukses, tani vetëm do të shihet se sa punojnë, si punojnë dhe sa kanë do të marrin
përkrahje nga populli, sepse ata duhet jenë më të lidhur me popullin, sepse janë alternativa e tretë i këtij populli dhe ndoshta do të ishte mirë që në gjë tashme të dalin bashkë, edhe pse kanë dallime ideologjike, dalin bashkë dhe ndoshta do të ketë edhe një numër më të madh votuesish, po edhe po t'i kenë vetëm këto vota do të ketë një numër më të madh mandatesh brenda kuvendit. Ndërsa Don Kishoti i kësaj fushate, i këtyre zgjedhjeve, është Lulzim Basha, pra kur përmendëm Sancho Pançon, këtu kemi Don Kishotin, njeriu i cili donte të shpallej hero, por nuk shpallet hero duke luftuar me mullinjt e erës. Edhe ai, sepse lufta e tij ishte ndoshta me PD-n, marr vota nga PD-ja, por hiqej se është duke luftuar me Edi Ramën, sepse po drejtohet vetëm me PD-n, nuk do të merrte as 10 vota me votat e tij. Por duke i hapur luftën thojza politike e Edi Ramës, i merr 11 vota bashkë me votat e tij. Një Don Kishot me kalin e tij besnik, por një kali i lodhur, nuk mund ta mund as vetën e vet lirë më të tjerët. Lufta e tij më e madhe është lufta me mullinjt e erës, por dihet që nuk mund të bëhet hero. E provoj atë këtë, tani duhet ta kuptoj se koha e tij ka kaluar dhe koha e tij ka mbaruar, nuk ka kthim në atë që ai dëshiron ta quante kthim, edhe po të futej vetë si deputet ai do ta quante një arritje të madhe, po edhe kjo nuk është realizuar, kështu që duhet të largohet nga aktiviteti i tij politik, të bëhet analista, po çfarë do të bëj, ose ti heq ato biznise që i ka deri më tani. Kështu që për këtë Don Kishot nuk kemi shumë çka të flasim. Problemi tek Don Kishot ishte që kur Berisha pretendonte se po largohej në 2013 pas humbjes nga sekretari i Partisë Demokratike, po nuk u largua tërësisht, por vendosi njeriu e tij dhe nuk e lejoi atë politikan që i mungon Shqipërisë, Sokol Aldashin, ndoshta edhe jeta e tij nuk ishte edhe aq e gjatë. Pastaj me aksidentin ku humbi jetë, po të lejoj ai ndoshta po të ishte Sokol Aldashi nuk do të ishte në politika në këtë gjendje sot. Por Berisha vendosi Lulin dhe Luli në fund ja nguli dhe s'kemi çka i bëjmë. Vendimin të ndonjëherë mos të heqësh dorë nga diçka, por ta kontrollosh, pra për të mos e djegur dorën, përdor mashën, por ndonjëherë ajo mashë nxehet aq shumë, se që kur ta prekësh edhe djeg edhe ty. Kështu që duhet ta kuptojmë gjithë se vjen një ditë kur ne duhet të largohemi nga ajo aktiviteti jon, sepse koha ndryshon dhe njerëzit jo çdo herë mund t'ju përshtaten kohëve ndryshme. Edhe pa arritur t'ju përshtatesh, nuk është se ke efikasitet për atë vend dhe për atë kohë. Kështu që edhe ne me këto emisione do të jemi këtu para jush deri në një kohë, ndoshta do të vijë koha kur do ta shohim se edhe ne nuk duhet më të jemi para kamerës, para njerëzve tonë, se ka ndryshuar koha, kërkohet diçka tjetër, po deri sa të vijë ajo kohë, ne do të jemi këtu dhe ju mos harroni ta bëni subscribe kanalin tonë 25 like videon nëse ju ka pëlqyer deri në këtë moment. Faleminderit shumë që e keni ndjekur emisionin deri më tani. E shpresoj të shihemi javën tjetër përsëri, pra të mërkurën, ku shpresojmë të kemi një intervistë tjetër. Faleminderit shumë.